Po sa i përket rastit të Belinda Ballukut, a vazhdon ajo të jetë po aq e fuqishme sa më parë teksa Spaku ka lëshuar 35 urdhër kontrolle ndaj njerëzve të saj të afërt dhe duket sikur po e godet hap pas hapi dhe jo në mënyrë direkte Belinda Ballukun. Në këtë rast Edi Rama është duke dobësuar hap pas hapi, pra dal nga dal, apo ajo vazhdon të jetë ende e fuqishme aq sa bindi dhe Edi Rama për ta mbrojtur në kuvend? Shiko, Donja Balluku ka qenë është njeriu më i fuqishëm në Partinë Socialiste. Ajo ka menaxhuar në ministrinë e vet miliarda, ka dhënë leje për investime strategjike, leje për të gjitha formave, lloj-lloj bande, lloj-lloj klani, lloj-lloj banditi në Shqipëri dhe në kuptim të kësaj, ajo ka një fuqi qoftë politike, ekonomike dhe padyshim edhe edhe mbrojtje edhe nga bota e krimit. Ajo arriti që drejtuesin e Fierit, drejtorisë së policisë Fierit, që ajo e përdori për zgjedhje në 2025, arriti ta emëroj si drejtor përgjithshëm policisë së shtetit. Mos harrojmë që edhe zvendësin e saj që kishte, ajo bëri ministër, pra aktualisht ajo vazhdon, komandon, vazhdon drejton në formë të padukshme Ministrinë e Infrastrukturës. Ai që kukull, ai që ka emëruar këta Karakaçi, ai që kukull, por është Belinda aty prap. Belinda është numri 2 sepse Belinda çdo veprim që ka bërë Edi Rama e ka bërë me Belinda Ballukun. Edhe çdo veprim, edhe ato 50 milion euro që ishin një dorë vetëm të tuneli, janë bërë bashkë me Edi Ramën. Dhe në momenti që Edi Rama do ta lëshonte Belinda Ballukun, ka patur frikën e një bashkëpunimi të saj me drejtësinë dhe mund të implikonte zoti Rama. Dhe mendoj që shantazhi që i ka bërë Belinda Balluku Ramës, ku i ka thënë po unë kam bërë, po e kam bërë për tyja, mjafton që zoti Rama të tërhiqet dhe ta mbrojë atë, qoftë edhe nga imuniteti parlamentar. Kështu që kontrollet që janë bërë së fundmi, bashkëpunëtorëve apo njerëzve apo të afërmit të saj, nga prokuroria e posaçme, vinë si rezultat i hetimit që po vazhdon nga kjo prokurori, sepse brendjen time, çdo një fjalë do t'i shtohet edhe në ditët në vijim, do t'i shtohet akuza e korrupsionit. Dhe prandaj ata po godasin të gjithë afërmit e saj, dhe do jetë akuzë korrupsioni dhe pastrim të produkteve veprës penale, që në fakt është një akuzë e rëndë, sepse parashikon jo vetëm dënim të goxha të madh, por padyshim pastaj do japi llogari edhe për ato që ajo ka fshehur, për parat ku ka shkuar, sepse janë evidente se, shiko, do të kuptojmë diçka, unë jam avokat dhe di si funksionon kjo punë. Nëse ti je ministër apo ke drejton një ministri dhe bëhet aty pabarazi në tendera, atëre pabarazia për çfarë bëhet? Favorizimi për çfarë bëhet? Bëhet për të favorizuar dikë. Pa i dikë pse do ta favorizosh ti? Po ta favorizosh padyshim, sepse do të ka premtuar diçka apo jo. Se se favorizon ti atë. Prokuroria e posaçme po fiton kohë po merr kohë, që për mua gjykimin tim do t'i shtoj akuzat dhe shtimi akuzave kërkon pastaj një jep të drejtën të lishme në si se ka procedura, që të kërkoj pse jo edhe një kërkesë tjetër për heqjen e mandatit parlamentar. Kjo është ajo për të cilën unë mendoj dhe do të ndodhi, jo dyshimet, por kam bindjen e plot që kjo ka për të ndodhur. Zoti Cakani, një ditë më parë u thirr si dëshmitar Taulan Balla në procesin për privatizimin e Sport Klub Partizanit, dhe ndërkohë gjykata ka pranuar edhe kërkesën e Spakut për të thirrur si dëshmitar edhe kryeministri Edi Rama, i cili në kohën e privatizimit të Sport Klub Partizanit ka qenë kryetar bashkie dhe ku ka hedhur dhe firmën në atë rast. Ju se shikoni
thirrje si dëshmitar të Edi Ramës, a është një hap që SPAK-u në këtë rast drejtësia mund të shkoj edhe në rastet e tjera për ta thirrur sa i përket çështjeve të korrupsionit që tashmë janë denoncuar në vazhdimsi edhe nga opozita? Shiko të them diçka. Zoti Rama, se për të sqaruar dhe ju, Zoti Rama aty nuk thirret nga prokuroria, nga SPAK-u. Është thirrë si dëshmitar i mbrojtjes. Po, I të pandeurët. Ashtu. E para, sepse po të ishte për prokurorinë e posaçme, Zoti Rama do të ishte personi i parë që duhet të ishte thirrur si person që ka dieni që në fazën e parë të hetimeve. Çështja Partizani, unë vazhdoj të them, është çështje e montuar. Për mua aty si pronar që jam, mendoj se pronari ka marrë tokën e tij, ju bë një padrejtësi në vitin 1945, ju mbajt toka 70 apo 80 vite, pronari, unë mbi tokën e pronarit u ndërtuan ca gërmadha që këta e quaj kompleksi Partizani, që për mua është një emër terrorist mes së Tiranës, dhe u shkatërrua, pronari mori tokën. Çfarë do i thuash ti tani atij, si do t'ja vendimi gjykata? Do i thotë që ti pse ke marrë ti tokën tënde? Se ke zhvilluar ti tokën tënde? Po sa shqiptarë kanë zhvilluar tokën e tyre? Sa shqiptarë kanë zhvilluar tokën e tyre? Pa ma thoni një sekond. Çfarë do t'i thuash atij ti pse ke marrë tokën? Po e mora, tokën time e mora. Po ja supozojmë që të gjithë ato i sot Taulan Balla qëndrojnë. Na marrim një moment qëndrojnë. Po çfarë do thuash, çfarë qëndron? Qëndron që ky ka bërë, por është bërë apo, po këtë tokë ka marrë, ka vjet tokën apo ka marrë vetëm pronari? Se janë 5 familje atje. Ka marrë tokën e tyre. E çfarë do thotë pse ke marrë tokën? Po çan këto më, e kupton apo jo? Është akuz kur e mendon një njeri që ka dy parë mend në kokë, që nuk vjen nga robëria, nga skllavëria, që kupton çfarë do thotë prona private, që është e shenjtë po deshët ju. Çdo kushtetutë dhe konvent të botës qytetruar është prona private, është e shenjtë. Ka marrë pronën e gjyshit ti që kanë rrëmbyer, po babai Belindës, gjyshi Belindës 80 vite më parë. Tani e merr nipi tokën, ngre Belinda prapë fut niprin në burg për t'i marrë tokën. Ore, do flasim mirë tani ne apo jo? Sepse po japim shqiptarëve një ushqim të thartuar, more, kupton apo jo? Gre pse do bëj gjyqje se ka marrë pronari tokën dhe na zgjitur një prokuror plebe, një sklav aty si ai, çaj quaj. Kraja me gjithë atë bujkeshën tjetër Milonaj, edhe stop se ke marrë ti tokën tënde. E mora, më desh qevjër, tokën time e mora. Ja kanë vjetur kujt? Ja. Pse ndërtove? Po më desh qevjër do ndërtoj. Ma dha leje kryetari i bashkisë, thirr kryetarin e bashkisë, që ndërroi destinacionin, më dha leje ndërtimit, më dha leje në sheshit e gjitha. Kryetari i bashkisë ishte Edi Rama. Këta atë që ka dhënë, ka bërë veprime duke thirrë. Edhe duhet të hirohet tani pronari, të vërtetoj tani pronari si ka marrë tokën e tij. Edhe duhet thirrë atë personi i cili ka dhënë lejen. Ore, po qofse Edi Rama atëre në 2006, 2007, 2008 sa ka qenë, konstatoi që toka ishte e marrë në mënyrë palishme. Pse dha leje? Pse ndryshoi destinacioni? Pse se denoncoi që atëre ai thosh, këta janë pronar falso, e kanë marrë me tokat me pronar falso, si janë pronar. Edhe Greta Holland Balla e ka kallëzim në 2018-19. Po këto janë o i nderuar, kupton, do t'i japim, mos t'i japim njerëzve ushqim të skaduar, sepse kështu po helmojmë dynjan. Është tani ne që jemi pronar, na vjen turp të themi jemi pronar, sepse na ngrihen kaca palaço si Taulan Balla, bëj kallëzime penale. Se këta palaço nuk janë politikan, këta palaço, janë sa clever, nuk e di kush i voton këta, more, kupton apo jo? Si mund të thuash ti pronarit se ke marrë tokën? Është absurditet, mos. Ora kishte SBA, di çfarë do i thoshin? O na fal që ta morëm, urdhove qiran për 80 vjet dhe ta gëzosh tokën, do i thoshin. Edhe në Europë po deshin, që do këta të futen në Europë. Si do futesh në Europë ti? Si do futesh me këtë ligj pronash bolshevik që ke ti? Ti ka bërë një agjenci atje Edi Rama s'ka, ka 13 vite si jep kokër, nuk jep një vendim pronarve legjitim të marrin pronën e tyre. Po ai jep gjithë banditëve si investitor strategjik. E tani na kanë nxjerrë dhe pakete male. Ja kjo është e vërteta.